e përmbi zhurmën e madhe të debateve televizive të mbrëmjes, qeveria jonë ka arritur rezultate të jashtëzakonshme. Mandatin që na pret e ne me zjepresim, do të vazhdojmë me investime spital pas spitali në ballafaqim me pandemin, përballë krizave të energjisë dhe inflacionit të shkaktuar nga lufta në Ukrainë, përkundër pengesave dhe vonesave dëshpëruese me ankesa opozitare në gjykatë kushtetuese që bllokuan shumë gjëra përfshirë edhe atë të çmimeve tavan për produktet bazike, e pavarësisht sulmeve paramilitare dhe terroriste dhe përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për destabilizim, e përmbi zhurmën e madhe të debateve televizive të mbrëmjes, qeveria jonë ka arritur rezultate të jashtëzakonshme. Shëndetësia publike në Kosovë është bërë më e mirë, më e lirë dhe më shumë shërbime kemi. Shumicën prej klinikave i kemi transformuar, shumë prej shërbimeve jetike për qytetarë janë bërë pa pagesë, shumica tjetër me çmime më të përballueshme. Mandatin që na pret e ne me zjepresim, do të vazhdojmë me investime spital pas spitali, do të ndërtojmë 2 spitale të reja. Për herë të parë, gjithashtu kemi pas një kohë shumë të gjatë rritjet pensioneve. Pensionet për mbi 300.000 pensionmarrës janë rritur për 20%. Përveç rritjes së rregullt, të gjithë pensionistët kanë marrë shtesa prej 100 euro 5 herë, 3 herë kemi rritur paga në sektorin publik. Kurse pagën minimale në sektorin privat 2 herë. Varfëria është ulur nga 25.5% në vitin 2021, kur ne e morëm qeverisjen, në 19.2% në vitin 2024, sipas Bankës Botërore. Papunësia është ulur nga më shumë se 25% në më pak se 11%.